kësaj nuk mungon as kjo që po e shihni me pamje, do të thotë mbeturina të cilat nuk pastrohen me kohë, nuk mirën me kohë, edhe nuk është vetëm këtu, po janë në disa pjesë, po kjo ishte më e mbushura, andaj unë dalem edhe këtu me e tregu si problem. Nuk e kuptoj sepse kompania pastrimi nuk po arrin dot, jo vetëm Prishtinën, por edhe Podujevën, edhe kudo që kemi qenë, cilat i ka pjesë të cilat duhet me i pastru, gjithmonë ka ankesa që nuk po arrihen të mblidhen gjitha mbeturinat me kohë. Tash është edhe koha e nxehtë, edhe këtu ku jam unë Arta, unë e po duna prej Zorit, ku ndërbon erë shumë e rëndë edhe shumë e keqe. Gjë që qytetarët cilët janë lëvizje gjithmonë duhet ta dëgjojnë, ta ndinë këtë aromë të bërlogut, e kjo nuk është vetëm këto, por është edhe në pjesë të tjera, edhe sa i përket lagjeve të tjera, ende vazhdojnë qytetarët të hedhin mbeturina inerte, edhe prap Prishtina po kthehet, si adin Arta koha para zgjedhjeve që ishte full mbeturina, ashtu po kthehet Prishtina prap me u bë me mbeturina dhe vetëm mbeturina. Nuk e di pse po ndodh, pres edhe përgjigje prej Petritit, edhe pse Petriti është i qasshëm edhe gjithmonë e tregon, edhe gjithmonë sa herë i kemi shkruar ose për veti kur i kam shkruar gjithmonë ka nis ekipën në terren edhe e kanë kry punën e tyre, por sa i përket gjendjes Muharrem Feyza, lagjes Muharrem Feyza, do të thotë mbeturinat janë të shumta, nuk janë vetëm tek kjo pjesa këto, po ju lë pak me pamje.